14 vjeçaria shqiptare hidhet nga kati i tretë i pallatit në Itali humb jetën. Një vajzë 14 vjeçare ka ndëruar jetë në Itali në provincën e Tarantos pasi është hedhur nga kati i tretë i shtëpisë ku jetonte me 2 prindrit e saj. Burime bëjnë me dije se familja është me origjinë nga Ducati i Vlorës. E mitura është dërguar me urgjencë në spitalin e Tarantos me shenja jete, por pavarësisht përpjekjes së mjekëve, vajza vdiq pak minuta më pas. Familja Bozhanaj është tronditur nga ky lajm tragjik për ikjen e parakohshme të vajzës 14 vjeçare. Nga informacionet e para që raportojnë mediat në Itali, dyshimet janë se ajo mund të ketë rënë pre bullizimit dhe në kushtet e tronditjes së fortë psikologjike ka ndërmarrë aktin ekstrem. Nëna e vajzës ka qenë në apartament në kohën kur ka ndodhur ngjarja dhe kjo është deklaruar dhe nga dëshmitarët, ndërkohë që vetë ajo u ka thënë hetuesve se ka parë të gjithë momentin kur e bia ka hapur dritaren dhe është hedhur nga kati i tretë. Prokurori publik në detyrë ka urdhëruar hapjen e një hetimi për të përcaktuar shkaqet dhe dinamikën e rënies së 14 vjeçares. Hetimet u janë besuar karabinierëve, të cilët po rindërtojnë sekuencën e saktë të ngjarjeve dhe po verifikojnë çdo element të mundshëm të dobishëm për të sqaruar vdekjen tragjike të së miturës me origjinë nga Ducati i Vlorës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.